jeni veshur rastësisht me të zeza sot apo në shenjë proteste? Të dy janë fakt, sepse ne duhet protestojmë në çdo mënyrë, ne duhet protestojmë non-stop për mënyrën se si janë degraduar jo vetëm institucionet shqiptare, por për mënyrën se si vendimarrjet që dalin edhe prodhojnë këto institucione janë në kundërshtim të drejtave dhe lirive themelore të njerëzve, të qytetarëve shqiptarë, po mbi të gjitha janë vendime që kanë rënuar shtetin ligjor të së drejtës. Kështu që unë protestova edhe me veshjen time, protestova edhe me punën time të deritanishme, protestova edhe me pranin time. Siç pritej, mazhoranca ka refuzuar përheqjen e imunitetit të Ballukut. Elisa Spiropali dhe Fatmir Xhafaj munguan sot dhe nuk patën votuar në grup. Si lexoni mungesën e tyre? Është një reagim jo vetëm nga këta të dy deputet, në ndjenjën time janë shumë më tepër, të cilët kanë reaguar dhe në mbledhjen e grupit. Për shembull, unë di që ka reaguar dhe Spiropali, por edhe Shalsi, dhe që nuk kanë qenë dakord për mbrojtjen që po i bëhet të pandeurës Belinda Balluku, ndërkohë edhe nga numri i mandateve që posedon kryeministri Rama është shumë më i madh në kuvend, është rreth 90 deputet, dhe sot ne pam që u votuan vetëm nga 79. Kjo mbrojtje në fakt që po i bëhet krimit organizuar, kjo mbrojtje që po i bëhet rënjes së shtetit ligjor të së drejtës, dhe nga ana tjetër është një rrëzim i fabulës që u ngrit deri më sot, se Partia Socialiste dhe Rilindja tamam është pro reformës në drejtësi, se ata nuk diskutojnë vendimet e gjykatave dhe se ata do jepnin autorizimin ose do jepnin imunitetin për çdo deputet të Partisë Socialiste dhe të Kuvendit. Sot koha tregoi realisht, edhe para disa ditëve ne pam atë ligjëratën e gjatë të lodhshme antiligjore dhe antikushtetuese të kryeministit, kur ato e kishin marrë vendimin për të mos e dorëzuar imunitetin dhe bashkë me të dhe Belinda Ballukun, po nga ana tjetër e gjitha kjo nuk është asgjë përveç se mbrojtje që Edi Rama i bën vetes në një moment të dytë, mbrojtje nga e cila nuk do të shpëtoj dot. A ishte një taktikë e Partisë Demokratike për të tërhequr vëmendjen nga kuvendi? Ishte edhe një taktik, sepse ju e keni parë që ne kemi reaguar në të gjithë format dhe gjithmonë edhe vetë zoti Berisha ka thënë që protesta do jetë paqësore, pavarësisht se në protestat e kaluara ka patur edhe veprime përtej qëndruese të protestuesve, madje disa janë provokuar edhe nga vetë policia, por edhe reagimi i policisë në protestat e kaluara ka qenë jo proporcional. Sot ne nuk kishim asnjë arsye që të tregonim forcën. Ne sot shkuam përpara parlamentit për t'i treguar në fakt shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve që koha na dha të drejtë, se Edi Rama nuk kishte ndërmend jo vetëm të dorëzonte Belinda Ballukun, por nuk kishte ndërmend të distancohej nga veprimet arbitrare në dëm të interesave të Shqipërisë. Se imuniteti parlamentar nuk do të jetë pengesë për llogaridhënien përpara ligjit. Fatmirësisht ka ndryshuar dhe kursi i ndërkombëtarëve, pa ndryshe nga kursi i dikurshëm, dhe fatmirësisht kursi sot i ndërkombëtarëve është në të njëjtin me të Partisë Demokratike, kur ne themi që të respektohet shteti ligjor i së drejtës dhe për sa kohë dhe vetë procedura e kërkuar nga SPAK-u, siç u pretendua edhe nga deputetët e PS-s, po edhe nga avokati i pandeurës Belinda Balluku, ishte një procedurë juridike dhe jo një procedurë me përmbajtje politike apo diskriminim politik. Në këto kushte e gjithë kjo narrativa e ngritur nga Partia Socialiste, tashmë evidentohet që ka shqetësuar dhe ndërkombëtarët dhe tashmë këto veprime bien ndesh edhe me perspektivën europiane të Shqipërisë, sepse ne ndërkohë që godasim drejtësinë, ndërkohë që godasim dhe nuk zbatojmë vendimet e gjykatës kushtetuese, ndërkohë që ne rrëzojmë kërkesat e SPAK-ut, ne nuk mund të jemi një vend serioz që kërkon integrimin në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, ky të jetë një mësim i volitshëm
për ndërkombëtarët, sepse mostrën që ndodhet sot në kryeministri e prodhuan ato diku me mitmarrje, diku me para korrupsioni, diku me probleme të rënda të morale të shoqërisë shqiptare, për cilat i di gjithë opinioni publik dhe heshtën përpara skandaleve 13 vjeçare të kësaj qeverie. Sot erdhi koha që edhe ndërkombëtarët nuk e mbrojnë dot më dhe unë mendoj se ato në fakt duhet reagojnë edhe në mënyrë më radikale për të treguar se sot kryeministri Edi Rama me qasjen e tij në krah të krimit organizuar, në krah të interesave antishqiptare, është bërë një pengesë serioze jo vetëm për Shqipërinë, por është bërë një problem i dukshëm edhe për interesat e Bashkimit Evropian.